Edhe retë lotojnë. Në qatin e verandës së shtëpisë së tij, i shtrirë në heshtjen e një dite vere me shi. Beni qëndronte i palëvizshëm. Syti kishte ngulur drejt qiellit, ku një grumbull resh në pamje të parë të çrregullta lëshonin shiun pik-pik, si lot e heshtur të një qielli që nuk dinte të fliste. Vërshimi i tij nuk ishte thjesht një shikim kalimtar, ishte analizë, ishte kërkim, ishte habije thellë. Beni nuk ishte nga ata fëmijë që vetëm luanin top apo ndiqnin insektet për kurreshtje kalimtare, që në vegjëli mendja i kishte rrëshqitur drejt pyetjeve që shumica as që i ndjenin. E sot, i shtrirë në strehën e shtëpisë, ai meditonte. Ret mbi të janë kthyer në skenën e një misteri të padukshëm. Duken të shpërndara, pa formë e pa rregull, e megjithatë, Beni e di. Atje lart fshihet një rend që syt s'mund ta kapin lehtë. Si është e mundur, mendonte ai, që në këtë kaos që duket si një rrëmuj, të funksionojë një sistem kaq i përsosur? A thua kaos? Apo thjesht një rregull që ne nuk kemi mësuar ende ta lexojmë, e habitshme si ligjet e padukshme të fizikës dhe kimisë, avullimi, kondensimi, presioni, graviteti punojnë në heshtje, pa gabuar asnjëherë për të krijuar këtë mrekulli qiellore që ne e quajmë shi. Habia e tij shtohet kur mendon për pikat e shiut. Sasia totale e ujit në një re të vetme mund të arrijë 50.000 tonë. 50.000! Dhe megjithatë, ajo bie mbi tokë në formën më të butë e më të mëshirshme. Pikat e shiut, por sikur thot me vete, të binte i gjithë ky ujë një herësh, si një mur i lëngshëm që përplaset mbi tokë, a do të mbetej ndonjë gjë në këmbë? Ai ndjen një rrëqethje që i përshkon trupin. Si mund të qëndrojë ajo peshë në ajër? Si të mos ketë rëndesë? Si lëviz ajo masë kolosale nga një vend në tjetrin, pa shkaktuar katastrofa? Se mban mështrirë, ngritet, ulet dhe përthith frymën më ngadalë. Diçka i përvolon në shpirt, një lloj mahnitje që nuk kërkon përgjigje, por adhurim. I vjen në mendje një ajet nga Kurani. A nuk e shes se Zoti lëviz ret, pastaj i bashkon ato, pastaj i bën grumbull dhe ti shesh shiun që del nga to? Në ato fjalë ai gjen më shumë se sa një shpjegim. Gjen një shikim tjetër të jetës, një sqarim të mrekullisë. Mrekullia nuk është vetëm te ajo që ndodh, por te mënyra se si ndodh, me butësi, me masë, me urtësi. I përsosur është krijuesi, po shpërit ai me syt ende nga qielli, ai që e ka bërë këtë jetë të jetueshme, të ëmbël, të mrekullueshme. Dhe sërish rrëqethja kaplon, jo nga frika, por nga madhështia, sepse për Benin shiu nuk është më thjesht ujë që bie, është ftesë për reflektim, është një mesazh që vjen nga lart, që i thot: shiko më thellë, ka më shumë se sa që mendon, ka një krijues që çdo gjë rregullon. Dhe në atë çast, mes lotësh të qiellit dhe heshtjes së tokës, Beni nuk pa më vetëm ret, por dorën e padukshme të Zotit, që shkruante madhështinë e tij në ajër të lëvizshëm. Nuk kishte më dyshim, e rendi që njeriu se kupton, Zoti e dirigjon. E çdo pikë shiu që binte, nuk ishte vetëse një dëshmi se diku lart, dikush e do këtë botë aq shumë sa nuk lejon as ujërat e saj të bien pa mëshirë. Dhe si rufe heshtur në shpirtin e tij, Beni kuptoi, madhështia nuk ulëret, ajo flet me zë të butë, por kur flet të dridh palcën.